Me rastin e mbylljes së vitit shkollor dhe në kuadër të pranverës frankofone, nxënësit e shkollës Stavri Themeli organizuan ekspozitën Franca në miniatur, një aktivitet i realizuar me mbështetjen e mësueses së frëngjishtes Helona Pani. Në bibliotekën e qytetit, nxënësit prezantuan simbolet e Francës përmes artit, kulturës, gastronomisë, arkitekturës dhe modës, duke sjellë punime të larmishme të realizuara me kreativitet dhe fantazi. Të gjithë nxënësit janë përpjekur të paraqisin në mënyrën më të mirë veten e tyre me punime të cilat përfaqësojnë simbolet e Francës, por jo vetëm kaq, ajo që unë kam dashur të vënë në duke është mësi për kulturën e Francës, por të forcohet bashkëpunimi, bashkëveprimi dhe të gjithë së bashku të formojmë një unitet midis tyre dhe të promovojmë vlerat qytetare, po pse jo dhe sipërmarrëse në të ardhmen, sepse është një projekt i cili bazohet në ndërtimin e simbolit të Francës, por që më vonë, duke shfaqur talentin e tyre, artin e tyre nëpërmjet materialeve të thjeshta, nesër pas nesër mund të bëjnë gjëra edhe më të bukura. Edhe vetë nxënësit pjesëmarrës ndanë emocionet e tyre për aktivitetin. Sot u zhvillua aktiviteti Franca në miniaturë. Ne nxënësit e shkollës Stavri Themeli kemi përgatitur disa punime të vogla që përfaqësojnë Parisin. Unë kam përgatitur statujën e Marianës dhe kullën e Eiffel me qiri aromatike natyral soje. Korça është Paris i vogël dhe sot në bibliotekën e qytetit ne kemi përgatitur disa simbole të Parisit, si kullën e Eiffelit, Arkun e Triumfit, Muzeun e Louvrit. Në fund të aktivitetit u shpërndan certifikata vlerësimi, medalje, kupa dhe dhurata për punimet më të mira, duke e kthyer ditën në një festë të vërtet të gjuhës dhe kulturës franceze.